të dashur miq, dhe në vazhdim, pra e përmenda që nga nisja e këtij emisionit të sotëm, do të flasim për shumë çka, por më saktësisht po them që do të flasim për bazamentin ku nis çdo gjë. Dhe kur flasim për bazamentin, ku flasim për atë, flasim për edukimin, flasim për arsimin, flasim për atë se çka i bën pastaj në të ardhmen nxënësit, fëmijët, por në të ardhmen pra kur bën vetë lider të një diçkaje. Dhe ku ka më mirë se sa kur e kemi edhe një rrugë që i drejton pikërisht fëmijët tonë drejt së ardhmes, drejt një ardhme të ndritur. Po flas për ASK, një vend, American School of Kosova, ku ka shumë zgjedhje, ka shumë mundësi, ka çdo gjë që juve ju nevojitet, ajo që është mund të më e rëndësishme është që zhvillon edhe mendimin kritik, një gjë të cilën pra përkujdeset që në mënyrë të forma më kreative ta sjell atë tek ju. Por si qëndron mirëqenia në ASK, një gjë që mund të them që jo shpesh e shohim tek institucionet arsimore të tjera, pra tek ASK-ja përkujdesen që përveç mësimit, përveç përkushtimit që japin pra kurrikule se çka jo tjetër, të përkujdesen edhe për mirëqenien e nxënësve. Dhe sigurisht për këtë ku ka më mirë të flasim me vetë stafin e ASK-s dhe ti kam në studio. Kam zonjën Celine MacArthur. Thank you for coming here. Thank you. Pra, zonja Celine është edhe udhëheqëse e mirëqenies së mbrojtjes së fëmijëve, kurrikules dhe zhvillimit të mësimdhënësve. Ndërkaq së bashku me Celinën është edhe taulant Abazi. Taulant, mirëmëngjesi dhe faleminderit që je këtu. Mirëmëngjesi, faleminderit për ftesën. Taulanti pra zyrtari i lartë për qëndrimin dhe sjelljen e nxënësve, personi përgjegjës për mbrojtjen e fëmijëve. Dua ta nis taulant fillimisht me ty dhe pastaj kalojmë tek zonja Celine, lidhur me rolin tënd. Pra, si qëndron kjo sepse jo shpeshherë mund të shohim institucione të tilla arsimore që përkujdesen edhe për mirëqenien. Po. Faleminderit edhe një herë për ftesën, mirëmëngjesi ju dhe gjithë të shikuesve. Roli im në ASK, do të thonë, është i ndërlidhur kryesisht me disiplinën dhe me mbarvajtjen e procesit mësimor. Për momentin kur kam filluar, do të thonë, tani jam në vitin e 4 të punës në shkollën amerikane dhe do të thonë natyra e punës time lidhet kryesisht me sigurimin se rregulloria e shkollës po zbatohet, rregulloria e brendshme e shkollës po zbatohet nga nxënësit, sa i përket sjelljeve dhe qëndrimeve të tyre karshi zhvillimit e mësimit si brenda ashtu edhe jashtë shkollës. Do thonë kryesisht me disiplinën, me ato çka mas disipline, me pasojat e kështu me radhë. Dhe zonja Celine, unë po i bëj pyetje të shqip që taulanti pastaj na ndihmon edhe me përkthimin që më u kuptu. Më na tregu pak a shumë për përvojën edhe ekspertizën tuaj këtu në ASK. Could you please tell us about your expertise and experience at the American School of Kosovo? Hello. So I've been working for over 30 years in education. Originally from Ireland, I trained in the UK as a PE and maths teacher, and since then I have developed my experience in Europe, Asia, the Middle East, and more recently obviously in Kosovo. I've done every role within a school, from elementary through to high school, middle school, high school, and I've also been a principal and head of school in many continents. My role here at ASK, I've been now here for nearly 2 years as a consultant, supporting initially curriculum and teacher development, and more recently in the last 12 months or so, the well-being and safeguarding development in our school. Po. Okej, atëherë me Celine ka një përvojë të gjatë mbi 30 vjeçare në fushën e arsimit, në fushën e edukimit. Përvoja e saj, domethënë, ka filluar kryesisht në shtetin e Irlandës, aty ku edhe nga vjen. Pastaj ka përvojë shumë gjatë edhe në shtete të ndryshme të botës, duke përfshirë Evropën, Azinë dhe kontinentet e tjera. Dhe në këto 2 vitet e fundit është pjesë e shkollës tonë. Domethënë në fillim me Celine ka qenë angazhuar me zhvillimin e kurrikules dhe trajnimin e mësimdhënësve, kurse në 12 muajt e fundit fokusi i saj domethënë ka kaluar edhe te well-being ose te mirëqenia. Kur flasim për mirëqenien, domethënë po flasim për mirëqenien fizike, mendore dhe emocionale të nxënësve në shkollë. Po, dhe ta vlerë një pyetje tash për ty më konkretisht. Si ka ndryshuar qasja, mund të them, apo si ka ndryshuar kjo qasja tek çështja e disiplinës ndër vitet tek ASK-ja? Po, në fillim, domethënë fokusi ka qenë çka masi të ndodh problemi. Domethënë ne kemi prit me ndodh një problem edhe pastaj ju kemi qasë atij problemit, pra po them gjithmonë duke u bazuar në rregulloren e shkollës edhe në ato çka na çdo vet
mblidhemi si trupi kryesor i shkollës edhe vendosim domethënë për masa disiplinore e kështu me radhë. Domethënë ka qenë më shumë rol reaktiv. Domethënë kur ka ndodhur problemi, unë kam shku, kam po çka ka ndodhur dhe domethënë në bashkëpunim edhe me drejtorinë edhe me kolegët, mësimdhënësat, prindërit, pastaj edhe e kemi zgjidhur problemin. Në pjesën e dy po flas domethënë sidomos këtë vitin e fundit, fokusi em domethënë do të jetë më shumë në reaktiv, jo proaktiv, me qenë proaktiv, jo reaktiv. Domethënë tash do mundohemi që bashkarisht edhe me nxënësit, me mbledhje të shumta, me arsimtarët, me mësuest, me i vëdësu nxënësat se pse na domethënë i vendosëm rregulla të caktuara në kuadër të rregullorës së shkollës. Ata me qenë domethënë me ju paraprit problemeve, jo me prit probleme ndodhe pastaj na me reagu, po me ju paraprit problemeve, edhe normalisht me nxjerr më të mirën edhe prej fëmijëve, po edhe prej neve që me pas një ambient sa më të sigurt dhe sa më të mirë në ambientet shkollore. Po kur flasim për mirëqenie, do ta pyes zonën Selin lidhur me këtë. Pra, çka nuk kupton mirëqenia në ASK, një ditë e përditshme në ASK? What does well-being mean at ASK on a daily basis? Okay. So well-being is where we look at the holistic education of the child. So in my experience from the UK, for many, many years, we would very much focus on the holistic element of the child rather than just the academic. So obviously academics are extremely important, we all know this, but if our children aren't happy, aren't supportive, aren't healthy, then they will never succeed. Particularly given post-COVID, if you think our generations now, they have gone through COVID, they went through those years where they had no social interaction, where they were locked in the houses or what have you. Plus we now have technology where we spend all day doing this. So now is a time that is extremely important that we look after the social, emotional needs of our children as well as their physical and health and digital safety, as well as enhancing their academics. So it's really, really crucial that we look at that as an element within our school. What it looks like at ASK is that we are building a culture, as Mr. Talon just said, if I translated properly, or guest. I think it was a guest. You learned some Albanian already. I heard proactive. We are very much having a paradigm shift within our school, that we're not just being reactive, waiting for something negative to happen and then dealing with it. We are being proactive in building a culture of respectful learning, building a culture where we support each other, putting in systems and structures where children don't fall through the cracks, that everybody is supported in a holistic manner. Po, paka shumë ajo çka e thashë dhone. Miss Selin tha që ka shumë rëndësi gjendja emocionale e fëmijëve dhe mendore dhe fizike po ashtu para se të vinë në shkollë. Na, do më thonë, me këtë departamentin e well-being që e kemi tash në shkollën tonë, jemi një ekip shumë i mirë, i madh, do më thonë që punoj me nxënësat në fushat të ndryshme, kemi psikologën, kemi learning specialist, do më thonë që janë aty për çdo gjë. Ka shumë rëndësi, do më thonë, edhe koha pas Covidit, që shë përmeni Miss Selin, që nxënësat gjatë asoj kohë nuk është janë shoqënueshëm, kanë mujtë edhe emocionalisht mos me konë mirë, pastaj nuk kanë dashur në momentin kur ju kemi kthy normalitetit, ata kanë pasur vështirësi me ju kthy rutinës, do të thonë që kanë pasur më herët edhe kanë ndodhur edhe shumë probleme. Kështu që kjo është një pjesë kruciale që na fokusohemi ka ana emocionale e nxënësave, me po, do të thonë se sa janë ata të gatshëm me hyrë në klasë mas pari. Për shkak se nëse një nxënës nuk është i gatshëm me hyrë në klasë, njëjtë sikur se ne. Nëse ne nuk ishim komod me ardhur në këtë intervistë, atëherë sigurisht edhe intervista nuk do të shkonte mirë ose do apo kupton. Pikërisht e ka një çështje. Ka një çështje ndryshe. Domethënë ne sigurohemi që nxënësat jo vetëm problemet e tyre që i kanë, domethënë që munden me ndodh brenda orëve të shkollës, po domethënë jemi të hapur me diskutu me ta normalisht deri në pikën ku ata e shohin të arsyeshme, me diskutu me neve se sa mundemi ju ndihmu në atyre edhe në probleme jashtë shkolle. Domethënë që me u siguru që pastaj procesi mësimor vazhdon mirë. Po, dhe nëse flasim pikërisht për këtë, taulianësim sot kjo çështja e respektit, por edhe përgjegjësisë. Po, ne, do me thonë, në shkollën tonë, çdo ditë kemi orë kujdestarie. Për shembull, ti e den në shkollë, orë kujdestarie. Do me thonë, ditat të ne fillon me një orë kujdestarie. Të gjithë nxënësat janë të obligu me shku 15 minuta, do me thonë, të klasa kujdestare ku e kanë
mësimdhënësin. Aty pastaj secili mësimdhënës varësisht sa mundet me pa të arsyeshme me diskutu për probleme të ndryshme, e shfrytëzojnë atë kohë që me u siguru që secili nxënës është i gatshëm me vazhdu pjesën e mbetur të ditës në mënyrë pozitive. Do më thonë, fillojmë nga homeroom-i, fillojmë nga ora kujdestarisë, pastaj jemi ne, do më thonë është zyra ime, ku nxënësat janë të hapur me orë me diskutu për çfarë do lloj problemi mes tyre, po edhe me aktorë tjerë. Pastaj kemi edhe zyrën e psikologës, mbajmë vazhdimisht edhe mbledhje me nxënësa, do më thonë në grade level që quajnë ana, asamble, ku mundohemi që secili ndryshim që ndodh në rregullorët e shkollës me u transmetu në kohë reale të nxënësit, në mënyrë që edhe ata me qenë pjesë e vendimarrjes po ashtu, për shkak se këto vendimet tona nuk janë asnjëherë të një anshme, gjithmonë janë bashkëpunim edhe me nxënësit, bashkëpunim edhe me prindrit, por mbi të gjitha është modeli ynë ai që ne e ofrojmë, për shkak se respekti nuk mundet me u mësu pa e ofru vetë. Apo kupton, kështu që është shumë e rëndësishme edhe ne se si i qasemi këtyre problemeve, si i trajtojmë fëmijët me probleme të ndryshme edhe pastaj presim edhe ata me usil mirë. Po, dhe pikërisht kur flasim për kë duhet drejtohem me zonjën Selin, më shumë se nuk po dash çfarë na kupton. I don't know if you understand a little bit of us talking here in Albania. She does, yeah. Was it hard? Was it hard to learn Albanian? Yes. You have way too many characters. Yes, we do indeed. Tauland, po të referohen që për shkak që me pas shumë, si krijohen pra rrethanat, apo si ndihmon stafi që me shku pastaj një orë, apo që nxënësit me pas, se përmendet i pak a shumë që përkujdesim edhe ne, po si shkon kjo përgatitje e stafit? Okay. How does the staff preparation go when it comes to the well-being at ASK? Okay, so as you mentioned before, it's important that everybody within the community, including our staff members, feel empowered to support each other. So we are creating a community where people feel able to get support not only from the children but also for the staff themselves. So as Tarla mentioned, we're using things like assemblies to bring the whole community together. We're making sure we have recently redesigned our guiding mission, vision and values. So we've created something called a graduate profile. So at an ASK, we now have 6 elements to the graduate profile that creates a roadmap for our children as they go through from kindergarten through to grade 12. Yes. This is where our team then will use that as a map, as it were, roadmap to develop our children's education, not just academic, but also within well-being as well. Another initiative we're doing is something called the House Program. I don't know if you've watched Harry Potter. Yes. Can we talk about Harry Potter? Not all of it, but some part. Okay. You remember the sorting hat? Yes, of course. Yeah. So we've already done that already in September, where every child didn't quite get the sorting hat on the head. We have allocated every child within a house. Those houses were named after stakeholders. So we did an entire stakeholder review at the beginning in September, where we got all the community's views and we've come up with the names of the houses. So we have the blue, I'm going to remember that, the blue dolphins, the yellow tigers, I think. The red giraffes, and I think green. it is. And the children themselves have now created mascots for that. So the idea behind that is to pull the community together so that not only our staff are encouraging and supporting the well-being of our children, but also the children are leaders as well. You know, it's very important that we create student agency and student voice within our school and give them the ownership as well. Because our children, these generations of children are very apathetic. You know, as we talked about post-COVID, we talked about technology, we spend all day on this thing, not my hand, the phone. You know, it's really, really important that we give them back some agency, some independence away from technology. And this is where our team can support with those 2 initiatives as well as many, many more. And how are the reactions of the children? We're getting there. We're getting a more positive vibe. Initially, when we started the assemblies, you know, children learning to be respectful and behave and listen attentively, not just listen, in an assembly of 100 students is something they weren't used to.
So it took a little bit of while, but it's really nice now because coming up to the exams at the end of semester, we pause the assemblies for a week or two, and all the children were coming up to me and asking me, when are the assemblies starting again? I thought, wow, that's great. But it's really great because we're getting that central message to all the children, all our staff. We're getting that consensus of opinion that this is a respectful school, that is a school where we value well-being and not just academic. Obviously, academic is important, but if your child is not happy and feeling supportive, then they will not do well academically. Pikërisht pastaj vazhdojnë tablonet e vënë për mbledhje, po pikërisht për klasën për këtë goxha e rëndësishme që well-being me qenë në koordinim, po mendoj me edhe çështjet akademike. Është një problem goxha i madh sidomos kohës fundit. Absolut. Pra, po bëjmë një përmbledhje. Na në fillim të vitit ju kemi treguar nxënësve për këtë iniciativën e re, domethënë për mirëqenien e tyre fizike, mendore, edhe emocionale brenda shkollës. Pra, ne po e përsëris edhe një herë, nuk mundemi me qenë asnjëherë të suksesshëm, as nxënëse të suksesshëm nëse ne nuk e ndijmë se i përkasim një komuniteti të tillë. Domethënë, të gjithë duhet ta bëjmë të qartë si për prindrit, si për nxënësit, domethënë se për çka është komuniteti OSK, çka përfshin komuniteti OSK, çka domethënë çka do të thotë komuniteti OSK. Në fillim të vitit, domethënë e përmeni Miss Celine edhe historinë e Harry Potterit, ku domethënë kemi bën ndarjen e nxënësave në grupe të ndryshme, ky house program domethënë që e quajnë ana, ku ata përpos që domethënë mësojnë shumë, ata morrin edhe përgjegjësi udhëheqëse. Domethënë në kuadër të komunitetit të tyre. Është shumë e rëndësishme nxënësat me pas atë vedijen e zhvilluar që në kuadër të komunitetit ku ata mësojnë edhe veprojnë, me pas disa nganjëherë edhe role udhëheqëse, për shkak se ju ndihmon edhe atyre me kuptu më mirë domethënë iniciativat e tilla, po edhe neve që me u siguru që mbarvajtja e atij programi po shkon në drejtimin e duhur. Po, dhe pikërisht nëse flasim për këtë, Taurian, që shkon kjo procedura për rolin e mbrojtjes së fëmijëve, pra personi përgjegjës për mbrojtjen e fëmijëve. Çka nëse mundesh më na zgjeru pak a shumë që me kuptu edhe prindërit ndoshta që dojnë me i sjell fëmijët në ASK. Po e marr një shembull shumë thjesht. Për shembull, tash jemi në sezonin e dimrit, edhe ta marrim që ka rro shumë borë, edhe domethënë kampusi është me ngrica. Edhe fëmijët të orë në shkollë, okay, rrëzohen pak edhe lëndohen, unë jam ai personi i cili domethënë sigurona që komplet situata pas rastit me shku në drejtimin e duhur. Na i kemi në kuadër të shkollës, i kemi edhe infermierët të cilat e kemi zyrën e infermierëve domethënë në të dy objektet ku janë vazhdimisht në për kujdesit të fëmijëve, dhe domethënë jo vetëm kjo, po edhe të gjendja emocionale, jo patjetër duhet me qenë domethënë fizike. Po e përsëris prapë, nxënësat duhet me u ndi të sigurt në shkollën tonë dhe të dëgjuar, që thonë në anglisht heard. We make sure that they are heard. Domethënë kur ata kanë një problem, i kemi zyret tona ku vinë edhe flasin me neve, edhe domethënë asnjëherë nuk e kanë tendencën që po neglizhohen ose nuk po merren parasysh. Unë jam ai që sigurona, domethënë që një situatë e tillë duhet me marrë drejtimin e duhur, dhe varësisht prej natyrës së problemit, varësisht prej natyrës së çështjes, atëherë edhe e delegoj te personat adekuat. Po, dhe pikërisht për këtë, dua të pyes zonjën Celine me çështjen e stresit, me çështjen e këto, sepse shpesh edhe kjo çështje akademike mundet me u marrë shumë për zemër nga nxënësit edhe me u përjetu me stres më të madh. Po ç'është për kujdeset shkolla, ASK-ja në këtë rast, që me ofru pra një lloj sigurie emocionale. Okay. How does the school react in order to manage the student stress when it comes to being there? So, as we developed the well-being team, we have reorganized, restructured our department. So we're very lucky to have Mr. Tarlan, who heads up attitude and behavior. We have our registrar, student progress and career advice program. But also we have a new program called S-Cubed. S-Cubed is specific education needs, social emotional learning and school counselling service. So S to the power 3, S-Cubed. Yeah, do you want to? And the idea behind that is a one-stop shop for children's not only academic support but emotional support, because we do know that children navigate a very stressful experience at the moment. You know, they're navigating between academics. So me at school, it was academics. Now they have to navigate between what's happening on digital platform, what's happening in the world all around us. So with that in mind, we've created this integrated program where children not only feel able to go and work with these
people, but also they will come into the classroom. So like we mentioned about the assemblies, we have a social and emotional learning program where the counselling team will go into classrooms, they will do workshops with the children to help them navigate the world. Equally, we have a digital citizenship program. Now, as we know, many of the emotional issues and stress comes from the digital world nowadays. Not so much academia, most of them. You know, so to alleviate that within their computer science program, so we used to do just coding, but now we've created a computer science curriculum which embraces student digital citizenship, where we teach children how to be safe online, how to navigate the world in the cyber platform, as it were, and to ensure that they're safe and feel comforted. Equally, we've created, and I think we'll talk about that in a minute, roles called the Designated Safeguarding Lead, where we have designated people, Mr. Towlan and one of our counsellors, Ms. Vahida, the senior counsellor. Their role is to ensure safeguarding and child protection within the school to make sure no child gets left behind. And I think Mr. Towlan will talk a little bit more about that. Pra, në kuadër të programit Wellbeing, ne kemi edhe njësi ose departamente në kuadër të programit. Njëra prej tyre, do më thoni udhëheqjone, është që lidhet me qëndrimin edhe sjelljen e nxënësve, por edhe me sigurinë e tyre, do më thonë brenda shkollës, që është përmendën në fillim. E kemi edhe zyrën e regjistrimeve, do më thonë, ku nxënësat shkojnë edhe marrin çdo lloj dokumenti që ju nevojitet për si në aspektin akademik, po ashtu edhe në aspektin, do më thonë, emocional. Dhe e kemi edhe zyrën që është qytimi se din S-Cubed, për shkak se lidhet, do më thonë, shkurtesa ka të bëjë me gjuhën angleze, që lidhet me do më thonë social emotional, edhe nxënësat që shnihen emocionalisht, do më thonë para se me shku dhe me bisedu me psikologën, me chat learning specialist që thash fillim, do më thonë ku janë 3 persona për momentin që merren me edhe me nxënësat që kanë probleme, do më thonë në mësim, students with special needs, do më thonë nxënësat që janë edhe me apo kupton që nuk me ngjecje. Cilat janë zhvillimet e reja që e presin ASK-n këtë fushë? What are the further developments that awaits us ASK? Okay, so now that we have our wellbeing program established, the next stage is to involve our stakeholders, to involve our parents more. As a parent myself, you know, I know how difficult and how stressful, as you mentioned, it is scary sending our children out into the world, because not only are we now sending them to school, but we're also having to navigate their lives on the digital platform. Now, as a school, we have stopped the children having access to their mobile phones during the day, which has had a very positive impact on academics and social emotional learning. The children still aren't too happy about it, but that's been a really positive move. Really positive move. But we want to start engaging the parents more, creating what we call Wellbeing Wednesdays, where we invite the parents to coffee mornings, where we can help educate them on how to support their children in learning, but also well-being, digital citizen and so on, and get their views as well. So that's one of the next biggest moves. Equally, further developing our house program, so that's in its infancy, and continuing to give the children more voice and agency so that they can take ownership of their own well-being as well as us supporting them. Okay, do të thonë për të ardhmen, fokusi jonë kryesor do të jetë edhe tek akteret të cilët bashkëpunojnë me shkollën tonë. Një rëndësi të madhe këtu i japëm prindërve, do të thonë ku presim nga ta një bashkëpunim, edhe ne organizojmë shumë shpesh, do të thonë edhe këto parent cafe që i quajmë, ku prindërit vinë mëngjes, do të thonë për një kafe edhe bisedojmë për këto ndryshimet që ne mendojmë me i bë, po e thash, do të thonë që gjithmonë jemi në bashkëpunim edhe me ta. Një ndryshim i madh që ka ndodhur në shkollën tonë këtë vit është që do të thonë kemi hek telefonat, nxënësat nuk munden me i përdor telefonin prej momentit kur hynë në shkollë deri në momentin kur përfundon mësimi. Kjo lidhet me atë pjesën në fillim që e thashun, do të thonë te ajo ora e kujdestarisë, ku ata janë të obliguar me i dorëzu telefonat aty, edhe pastaj me vazhdu pjesën tjetër në ditës, për shkak se prapë për mund të lidh me çka tha Mislin më herët, shumica e problemeve edhe e gjendjes tyre emocionale, do të thonë, na ka ndodhur dhe ndodh për shkak të bullizmit online ose për shkak të teknologjisë ose për shkak kësaj, kështu që nxënësat munden patjetër me përdor teknologjinë, por në kuadër të orëve të caktuara që i kemi në kuadër shkollës, me në kuadër të këtyre iPad që i kanë, po jo edhe telefonave për nevoja personale. Po.
Po, dhe me ka që do ta përmendojmë besoj që gjithë prindrit, të cilët vetëse dëshirojnë më ardh, ku ka më mirë, se sa kur stafi ASK-s ka gjetë kohë pra edhe përmes tyre sepse shpesh edhe ajo çka ndodh tek shtëpia portretizohet edhe në arsimin e tyre, në edukimin e tyre tek shkolla. Kështu që këto gjërat e reja pra që e presin ASK-n, por gjithashtu ata të cilët vendosin të jenë pjesë e ASK-s, të sillin fytyrë e tyre, besoj që janë goxha të mira për me pas parasysh. Po. Ne po mundohemi që me qenë, do me thonë, ata të cilët i ofrojmë mundësit më të mira për edukimin e fëmijëve në vendin tonë dhe ju vetëm, do me thonë, kemi nxënësa nga e mbar bota në shkollën tonë, kemi fëmijë të njerëzve që punojnë këtu me misione të ndryshme, do me thonë, edhe kjo na bën me vazhdu alo tutje që me ofru më të mirën për këtë vend. Po, Tavlan, falenderoj shumë. Miss Celine, thank you so much for coming here. Faleminderit.